Po vazhdojmë me temën që jemi duke sqaruar këto ligjëratat e fundit. Kjo nëse nuk gaboj është ligjërata 10 në kapitullin e trajtimit të temave që kanë bëjnë me kufomën, xhenazën, rregullat që duhet të ketë parasysh besimtari, duke I kemi trajtuar prej momenteve para se me vdek njeriu, shenjat e vdekjes, momentet e vdekjes, që duhet më trajtu, që duhet më sjell ndaj atij që është pranë vdekjes, pastaj pas vdekjes, vërtetimit çka duhet me vepru dhe që duhet me vepru ashtu me radhë. Javën e kaluar, dashur vëllezër, kemi folur për bartjen e kufomës. Mënyrën e bartjes së kufomës dhe jemi ose do të vazhdojmë edhe sot është kjo pjesa e dytë e kësaj ligjërate, pra bartja e kufomës dhe pjesëmarrja në varrime. Ka rregulla të dashur vëllezër besimtarë. Ka rregulla edhe për të vdekur nëse që do të më trajtu, por edhe ata që marrin pjesë, pra xhamati në varrime, edhe për ata ka rregulla se që duhet me qëndru, sepse është një ibadet I rëndësishëm. Në veçanti në ditët e sotit është hala e nevojshme që trajtohen këtë temë, nga se sikur kanë nisë me harru besimtarët rregullat, dispozitat e fesë të tyre. Dhe si pasojë pastaj po shohim varrime të ndryshme, po shohim gjëra të çuditshme që s'kanë qenë traditë, as po flasim fesë, po as e këtij vendi, as e vendit tonë. Meselja radhë, dashur vëllezër, është qëndrimi I xhamatit, pozicionimi I xhamatit I përcjellësve të xhenazës. Ku duhet me qëndru xhamati që marrin pjesë në varrim? A duhet me ecë para xhenazës? A është më mirë me shku pas xhenazës? E kështu me radhë. Ka rregulla. Fukahaja I kanë sqaruar detajisht të dashur vëllezër besimtarë. E ne po marrim pjesë në varrime shpesh, sepse po na ndodh padyshim. Andaj është mirë me ditë rregulla që mos më hutu besimtari kur shkon në varrim, me ditë ku e ka pozicionin, ku është më mirë, sikurse në xhami qysh I dinë rregullat ose pjesëmarrjes në xhamat, safi parë e kështu me radhë. Fillimisht pozita e atyre që marrin pjesë në xhenazë, pra xhamatit e përcjellësve, cilët janë në këmbë, jo ata që janë në mjete. Po ai që shkon në këmbë të vorret ose mas xhenazës, ose para xhenazës që ose ku duhet më pozicionu. Dietarët I ndonë disa mendime. 3 mendime realisht. Mendimi I parë dashur vëllezër thotë se më pëlqyer është që ata që përcjellin xhenazën me hec para xhenazës. Ky është një prej mendimeve të fuqahave. Pse? Interesant se qysh e kanë argumentu këtë mendimin e tyre që është më mirë me shku para xhenazës, me hec para xhenazës. Kanë thonë nga se pjesëmarrësi në varrim, ai që shkon me afol diku në xhenazë dhe me përcjell të vorret,
ai fetarisht llogaritet si ndërmjetësues. Ndërmjetësues. Kështu ka thonë profeti selam. Xhamati, se janë burra të mirë, se do kanë që për shumë të vorët në zvetë, po do besimtar të mirë, do që ja folin gjenazën, që e din rregullat pjesëmarrës, e din rëndësinë e pjesëmarrës, janë përkushtuar, kanë thonë pjesëmarrësi është ndërmjetësues, bën shefat për të vdekurin. Masi është ashtu, ky pra duhet me shku para ti. Nëse dikush dënë me ndërmjetësu për dikën, duhet me shku para se më rria. Filoni kur të vjen, veç ja bën ajeti, hetë sudën qile ki. Qështu e kanë, subhanallah, interesant fuqahat, qysh e kanë arsyetu mendimin e tyre. Pro, a në këtë rast, ka vlerë. Xhamatlia që po merr pjesë në varrim ka një vlerë të madhe sepse është ndërmjetësues, bën shefat për të vdekurin. Rrjedhimisht jepet përparësia atij me dal para xhenazës. Kjo është mendimi i parë. Dhe ka disa mëdhëbe. Mendimi i dytë, ku është edhe mëdhëbi ynë, thonë që është më mirë me shku pas xhenazës. Pra me shku pas kufomës, jemi dalë për para. Sepse, kanë thonë, profeti selam ka porosit, ka thonë obligim, ose njëri ndër obligimet e besimtarit, ndaj besimtarit ka thonë dhe me pasu ose me përcjellë xhenazën e tij kur të vdes. Në arabisht është me tebi'ahu, me e përcjell. E me përcjell, thonë, kjo shprehje i bën që ti me shku mrapa. Jo mi pri, po me përcjell. E bazuar në këtë fjalë, kanë thonë nga ky hadith kuptojmë që më mirë është me qëndru mrapa xhenazës. Po, ashtu kanë thonë edhe logjikisht, por është edhe më mirë edhe për personin për shkak të respektit, nderit të kufomës, po edhe për shkak të përjetimit të pozitës ku është. Kur shkon nga xhenazës, besa dhe kur të qetë shka pak xhenazën në krah, ta therë pak, veç me po zemrën shumë të furt, më thoj za. Se vëlloj pak ta therë pak zemrën. Nesër o të jaran që sot s'ponien nesër, palojna që të edhe hone, rak, në tabot. E ka thonë me shku mrapa, kur të paj gjenazën të hecë, kur të paj xhamatin për mas të shku kush është, a një bilaj ato mundet me konë një farë filoni që s'ka një heq për këtë, s'ka një heq. Jo mërë s'kam nevoja as për mu falë, as për xhamia, lenja të pralla. Lenja shijane, ani shijane, për tash edhe ti shijo. Shijo tash, ne e këna shijo, që shtu elhamdulillah. Edhe këna bo namaz, edhe këna umër pasër, si ke dyja. Edhe namaz këna bo, gjo mongë si në mitë. Edhe të mirë të dyja, se bali këna kërku, elhamdulillah. Dikush ma shumë, dikush ma pak. Dhe po shpresojmë që edhe pas vdekjes me pas mirë. Si të qoftë, ky mendim, pra që është i aplikueshëm edhe tek ne, është pra më mirë të është me shku pas, me përcjell pra me shku pas xhenazës, me ecë mrapa. Me ecë mrapa, por që to edhe argument nga suneti, por edhe argument nga mendja ose nga logjika pra. Nga thonë është më mirë edhe për personin, sepse ndikon më shumë kur e ka përpara xhenazën, sepse me ecë kë përpara xhenazës mundet ndoshta mos me e kujtu kanë herë se ku është dhe çka është duke bë. Dhe mendimi i tretë është vëllazër, është një mendim po ashtu i mirë, kanë thonë nuk është në këtë mesele, kjo mesele është për atyre meseleve që ka hapësirë edhe para dhe dyta, varësisht prej mundësive që t'jepen. Ka njëherë, për shembull, edhe me dashë se s'muna ketë me shku për masë xhenazës. S'mundesh, s'tofrojnë mundësit. Vinë disa rrugë, një vjen prej kështu, një prej kështu,
nuk është ka thonë, nuk është problem. Cila do që të bëhet, ka thonë, është në rregull, madje kanë thonë që ajo që është më e përshtatshme për xhamatin është në rregull. Një që edhe mos me ngarku ose mos me rënu pjesëmarrësit në varrim, pra kjo është mendimi i tretë, i cili thotë se nuk është problem, a hecë përpara, a hecë mrapa, por mos harroni me dhëvin tonë pa Hanefi, anojnë që më mirë është me shku pas xhenazës, edhe është më mirë, edhe është më respekt, edhe janë bazuar poshtë në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kurse mesela radhës a bën me hyp, ja më kaluar na fol, a bën me bardh kufomen me mjet. Kjo mesela a bën xhamati tash me hyp në kerr. Edhe me shku si bosat e vorët me BMW, me Mercedes, S-Class, tak, të vorët atë monol, edhe a bën. Kanë fol dietarët. A bën me shku me matar për shembull, ose me kali, pra me diçka me shku, të vorët. Që mos me zgjatshëm, nuk është e heshme. Nuk është e heshme, veç kur ka nevojë, kur është e nevojshme. Nuk është e heshme dhe e pëlqyeshme, vetëm kur është e nevojshme. Për shembull, shtëpia prej ku ka dalë xhenazja dhe varrezat janë larg. Paqare që duhet me hi për shembull me shku me kerrë me diçka. Po nëse nuk ka nevojë, pra nuk është e nevojshme, shtëpia është afër, ose ka një që është ndodhur tek ne, xhamia të vorët, që aty janë vorët, në gjithë me xhamin. Edhe i koda që hypin kerrit për rësirën pak, shkojnë me kerë deri te kryet e xhenazës, mashallah te barakallah. Bosi. Pra nëse nuk ka nevojë, më e nërshme është me shku në këmbë. Transmetohet një hadith që profeti sallam kur ka marrë pjesë në një varrim, kur ka shku me përcjell nuk është hyp në kolja, në deve me shahon. Ka u kthy po, sepse tash është tjetër meselë. Subhanallah. Po ky është një argument që nuk është e mirë, por kanë thonë edhe nga nuk është fort e ndershme, edhe si pjesëmarrës në varrim, që po thëmë nëse nuk ka nevojë, është shi, është borë, është ftoft, është fortun, ose dikush vjen shumë vonë, ose dikush s'mundet me hec, ka problem, këto janë tjera. Po flasim në kushte normale, për një person që i ka ranet me hec kam, dhe nuk është shumë larg, nuk është mirë me hipë në vetur me përcjell xhenazën hipun. Nuk është mirë, po nëse dikush e bën, pra nuk është haram, po nuk është e pëlqyer. Edhe është mirë me ditë këto shëndetëse, sepse haramin besimtari nuk është mirë me bë. Nuk është mirë. Po e disa gjëra që janë të pëlqyeshme, ke lënë diçka që është më mirë, po apet nuk haron në haram. Meselja radhës të dashur vëllezër, ku duhet me qëndru ata që janë xhamati që shkojnë me kirre. Tash këta me shku para xhenazës, a me shku mas xhenazës. Mesela para prake ke ata që shkojnë në kom, e tash është ata që shkojnë me mjete, a do të me qëndru, a me jetë para xhenazës, a mas xhenazës. Çka pja mërmenja? Ka vullnetare. Sot është 28, na s'kena pushim se jena këtu, dhe mund edhe me pyet, në shkolla kam pushim. Edhe këtu do shëllëzër, ata që kanë thonë është mirë me shku, dikush dy mendime, dikush thonë është mirë me shku
për para, një që mos mi shku në ropa se jetë veç jetë të këshyrë, mos po të shkel kush. Qitë kontest, ka dhe ma mirë shkati atje, për edhe në neve kurdina, kështu ka thonë disa. Kurse një mendim tjetër thotë, më mirë është, po këta kanë me shku në ropa, një që mos mi shku pëllohën me kere për para. Si dhe qoftë, edhe kjo çështje është sikur sa e para nuk është fort problematike se a shkon para xhenozës, a shkon pas xhenozës, me rëndësi pra mos me dëmtu dhe mos me rreziku pjesëmarrësit në varrim. Mos me lëndu me plohën e me ngushtuar me qitë në përllësh që aty me ecajnë midis rrugë. Mesela e radhës është përshpejtimi gjatë përcjelljes së kufumës, pra është prej sunetit dashëllëzër që kufuma edhe më varros pas vdekjes mos mu lanë shumë me prit, përveç ndonjë rast. Po në kushte normale nuk është mirë që mu vënu varrimi. Por është prej sunetit, pra e pëlqyer që sa ma herët, sa ma parë që të ka mundësi mu organizu varrimi dhe mu kry. Kjo është më mirë, mos me prit me ditë e me net. Vdes para sabahut, vdes në sabah, vdes natën me drejk. Me drejk. Maksimumi me i kindi. E me lonë ka 24 orë, e që do ka 48 orë, dhe i të vinë ata që ka në shkepni për 2 jarë, nuk është në rregull të dashur dhe zërë. Nuk është në rregull. Pra është ka thonë, profeti është mirë edhe për të vdekurin edhe për të gjallë. Për të dy parë, është mirë me përcjell xhenazën sa më shpejt. Subhanallah. Bila ditë është interesant. Subhanallah. Ka thonë, sepse nëse i vdekuri është besimtari mirë. O e zdën me najtë mëre këtë më mërdhi. Po të qëmë një samë, qështu është hadithi. Që më mërdhi është për neje, po hadithi, dhe nëse është besimtari mirë, a i thëtë edhe ja kalëzën Allah ozër në momentet e vdekje se ku po shkën. A i thëtë sa ma shpejt, po qëfar bardhëshe, qëfar dërnice, shkën atje Allah xhenet. Sa ma shpejt ka qef me shku, mos me lanë mo, tash i shpeshtinë në ndëvar në kapel, shkën e lenat e në frezë edhe një njohë dhe të i prit tje dhe deri sa të mbledhe. Dhe qërë sa ma shpejt, kjo është. Kurse thëtë me koni kundërten, mos me koni burri mirë, mos i më një mirë, a i heq ka qef me qu. Po thëtë ju sa mirë me mojtë ato të shpia, heq ato për shpi sa ma shpejt së tonë. Allah në rrutja Rabbel Alamin. Allah në abof për tyre të porve, ja Rabbel Alamin, që kemë dëshirë, më taku me Allah në Azza dhe kemë dëshirë, dhe kemë ftyrë, dhe kemë vepra me dorë Allah të Azza për para. E mos në abof prej atyre që edhe kur vdesin të no, mos më qëni bre, ma s'kem qare për aqo. S'ka kërkush. Mos më qëni të se s'kam ka shkaj. S'kam ka shkaj. Sepse nuk ka bo vepra. Kjo mirë po edhe, pra edhe organizimi, po edhe gjatë pjesëmarrjes në varrim, por edhe gjatë shkurjes, edhe gjatë përcjelljes prej shtëpis tek varrezat, është prej sunetit që të përshpejtohet. Jo me vrapu, më bo kërsh. Mirë po dhe jo me ecë, me ecë normal, që shesë njëri, pra me qu, një farë hecje normale, jo shumë ngadalshme. Nuk është prej praktikave të feson. Po edhe jo me vrapu shumë, që ka njerë, ndoshta edhe munden me pas probleme. Subhanallah, valla bre nuk ka me këtë fejnë të edhe s'ka me fikë. Kena me bo 2 orë fikë. Edhe në ditë këm jo bo, se për në shkojnë gjëmo pak njëherë njavë, shumë tema i kena me sfigu. A gjitë 2 herë njavë, keni me ardhe të mërkurën, të oshe me ditë në drejkë. A fja mërmenja. Inshallah kena bereqetës të qabethojna, e Allah në bënë për atyre që e pasojnë, e thëjnë të mirën dhe pasojnë atë. Mesela radhës është, edhe që të penolëm, a bënë më ullë pjesëmarrësit gjematin varrim para se me vendosë gjenazën në varë. Se disa janë përgut, aj zëtë, halonat të shkua, e shkua ullë atje, ta është dhe i kanë boda që si gurë të vorreve dhe si përmendore. Pe kanë mira të rafsh, edhe për edhezin cigaret, edhe hajtë ju ka dal.
Pra, bën më ullë, ka rregulla këto. A bën më ullë, ti që ke shku me në ru qatë të vdekur, a bën më ullë para se me hija i në dhejë më lëshu në varë. A është rregull, asë është rregull, kjo është meselja e radhës me lenë Allah të azëvër që të ta fillojmë dersin e javës së ardhshme, pra sot një javë. Allah i ndëroft, hajde xhamat, kokë në hiko xhamir, ftoft është.